Rasti i mamit të Elionës ishte ai moment që e ndali kohën brenda shtëpisë. Një nga ato ngjarje që nuk ka nevojë për shumë fjalë, sepse dhimbja flet vetë. Sa po u përmend, ajo i ndryshoi. Nuk ishte më Big Brother, nuk ishte më lojë, strategji apo prime. Ishte thjesht jetë. Dhe jeta, ndonjëherë godet fort, Eliona qëndronte aty, e qetë në dukje, por me një peshë të madhe në shpirt. Në sytë e saj lexoi gjithçka që nuk mund të thuhej, mungesa, dhimbja, forca që e kishte mbajtur në këmbë deri në atë moment. Kur u përmend mami i saj, zëri ju drodh, edhe pse ajo u përpoq ta mbante veten. Nuk ishte dobësi. Ishte dashuri që nuk shuhet kurrë, lotët nuk ishin vetëm të saj. Brenda shtëpisë, banorët u prekën një nga një. Disa ulën kokën, disa mbuluan fytyrën me duar, të tjerë nuk i fshehën dot lotët. Nuk kishte rëndësi kush me kë kishte debatuar, kush me kë ishte përplasur. Në atë moment, të gjithë ishin thjesht njerëz, të bashkuar nga një dhimbje që e kupton kushdo që ka humbur apo ka frikë të humbas, edhe stafi u prek. Pas kamerave, njerëzit që zakonisht qëndrojnë në heshtje, me profesionalizëm, nuk arritën ta mbajnë distancën emocionale. Syt u mbushën me lodh, zërat u drodhen. Sepse kishte gjëra që nuk i mbulon dot as puna, as roli, as eksperienca. Dhimbja e një vajze për nënën e saj është universale. Dhe jashtë shtëpisë, Shqipëria e Kosova u ndalën për pak. Rrjetet u mbushën me mesazhe, me fjalë ngushëllimi, me përqafime virtuale. Njerëz që nuk e njihnin personalisht Elionën, u ndjen sikur e njihnin prej kohësh. Sepse historia e saj ishte historia e shumë kujt. Sepse figura e nënës është e shenjtë dhe humbja e saj prek thellë çdo zemër. Big Brother Kosova, për një moment, nuk ishte më një spektakël. Ishte një pasqyrë e ndjenjave njerëzore. Një vend ku u pa qartë se përtej dritave, mikrofonëve dhe kamerave, ka njerëz që mbajnë brenda histori të rënda, plagë të heshtura dhe forcë të jashtëzakonshme për të vazhduar. Eliona nuk tha shumë. Nuk kishte nevojë. Qëndrimi i sa.